Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Mirë, do të doja që në këto momente të shkoja në një komunikim të drejt për drejt me gazetarin Ertan Prifti, i cili ndodhet pranë arenës kombëtare, atje ku u zhvillua edhe sfida e mbrëmjes së sotme. Ertan, mirëmbrëma, nuk e di si u përjetuan emocionet në arenën kombëtare. Mirëmbrëma Emilian, emocioni ishte një sfidë me të vërtet emocionuese, e cila mund të kishte një tjetër fund, akoma më të lumtur për Shqipërinë, një 11 metër që i humbur nga Rejmane. Në limitet e pjesës së parë mund t'i kishte dhuruar fitoren skuadrës Shqipërisë, e cila del me 1 pikë dhe ndaj fituesve të vërtet të kësaj sfide që ishin tifozët, stadiumi thuajse i mbushur në kapacitet të plot, emocione pafund dhe një mbështetje pa ndërprerje e tifozëve në tribuna për kombëtaren e Shqipërisë, e cila duhet thënë loja nuk mungoi, një skuadër shumë e kujdesshme dhe vendosur shumë mirë në fushën e lojës, por që i mungoi goli. Si thash, ishte vetëm 11 metra larg ajo goditje e Rejmanaj përpara pushimit, mund t'i kishte dhuruar 3 pikë shumë të rëndësishme skuadrës Shqipërisë, i përket atij misioni që mbetet vendi i dytë në grupin K. Pavarësisht kësaj piket, Shqipëria mbetet në vendin e dytë, ka 4 pikë pas 3 ndeshjeve. Anglia me pikë plota është shkëputur në krye të grupit, ashtu siç edhe pritej, ndërkohë që ndeshja e radhës kthehet shumë e rëndësishme për Shqipërinë, ajo pas 3 ditëve kundër Letonisë në transfer, pasi letonezët kanë 3 pikë, pra një më pak se Shqipëria. Emilian. Faleminderit Ertan Prifti për këtë komunikim të drejt për drejt nga arena kombëtare. Mirë, do doja që të shkoja në një tjetër komunikim të drejt për drejt, kësaj ere me gazetarin Ervin Leka, i cili ndodhet në një tjetër pikë të kryeqytetit për të parë se si e kanë përjetuar në fakt tifozët shqiptarë mbrëmjen e sotme, një sfidë e cila përfundoi pa gola. Ervin, jemi drejt për drejt bashkë. Emilian, në fakt pavarësisht këtij barazimi pa gola në Errol Benjan, si duket rrugët e kryeqytetit janë kthyer në atmosferë feste nga tifozët kuqezi, ku të paktën nuk janë shënuar as incidente, as përplasje, dhe si duket tifozët po largohen dhe po shpërndahen të qetë nga Errol Benja, por edhe nga pjesa fan zone ku kanë qenë këtu te Kullat Binjake apo në sheshin dëshmorët e kombit. Sigurisht policia e shtetit vijon të jetë prezente dhe do të jetë deri në shpërndarjen e fundit të tifozëve. Sigurisht kanë filluar edhe lëvizjet e qarkullimit rrugor, siç e dëgjoni, pra janë brohorima, por edhe bori automjetesh me flamur dhe fest avion në kryeqytet. Paktën si duket janë momente gëzimi, por edhe bashkimi të tifozëve kuqezi dhe vijon situata deri në përshpërndarjen e tyre në anë të policisë, të cilat do të jenë shoqëruese në të gjitha kryqëzimet. Kemi mundur që t'i vëzhgojmë në mënyrë që të krijohet edhe hapja e rrugëve dhe mos shënohen incidente. Pra Emilian, situata duket e qetë dhe shpërndarja e tifozëve po vijon normalisht pas ndeshjes me barazim me Serbinë. Faleminderit Ervin Leka për këtë komunikim të drejt për drejt dhe për të gjitha detajet që përcolla në fakt në studio, ndërkohë që me mua në studio për të folur për sfidën e mbrëmjes së sotme është bashkuar gazetari Bledar Kuka, gazetari ABC News. Bledar, mirëmbrëma, faleminderit që je drejt për drejt në orën e fundit. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu bashkë me ne në një komunikim të drejt për drejt bashkohet ish futbollisti kombëtares son shqiptare Altin Herakli. Altin, mirëmbrëma, kënaqësi që je me ne në këtë komunikim të drejt për drejt. Fillimisht do të doja mendimin tënd si një ish futbollisti i kombëtares kuqezi, si e vlerëson ti sfidën e sotme? E përgjithshmja është pozitive, pra bëm një ndeshje të mirë, duke pas parasysh kundërshtarin që kishin përballë. Vështirësitë e lojës, presionit e gjitha në radhë pra tijej, por lojtarët them që dhanë maksimumin të gjithës nga i pari deri te fundit pa diskutim, por nga ato pikat e mia ku mund të ishe bë më mirë,
ose lojtarë individ të veçantë mund të ishin tregu pak më të saktë ose të ishin tregu pak më aktiv në disa momente. Gjithashtu edhe për stafin kam disa kritika të vogla për disa mënyrën e lojës në disa aspekte, edhe për zëvendësimet pastaj që shumica ishte pozitive, por njëri apo tjetri nuk e justifikoi aktivizimin e tij. Pra, por e përgjithshme apo flasim si skuadër, ne sot zhvilluam një ndeshje të mirë, ishte pak a shumë një ndeshje me raste të barabarta, them unë. Rastin më të mirë kishim ne pa diskutim me penalltin, por edhe serbët kishin ja dy raste atë me kokë dhe atë goditjen nga vija 16-s, edhe ato ishin të rrezikshme, kështu që por si lojë e përgjithshme, pra qarkullim topi, kombinacione, lojë kolektive, edhe me inskursione individuale, ne ishim pak më lartë se serbët. Shiko, Altin, normalisht duhet ta kishte. Kemi patur dy raste të para, dy raste të pastra, ka qenë penaltia në fakt, e humbur nga Rej Manaj, rasti më i pastër që ne mund të shënonim dhe mund të fitonim këtë sfidë. Nuk e di, mendon ti se duhet ta gjuante Rej Manaj atë penaltin, apo ndoshta mund të ishte një lojtar tjetër? Mua në mendje për shembull në këto momente më vjen Kristian Aslani, apo ndoshta edhe Broja. Jo, atëherë 90% e skuadrove ku marrin penaltit i gjuhen sulmuesit kryesor të skuadrës. Pra, nuk ishte gabim që e gjuti Rej Manaj penaltin. Problemi te Rej është ky, që Rej pat shumë përplasje fizike me kundërshtarin e vet, se e kishte shumë të madh, edhe ju desh të shpenzojë shumë energji, me shumë lëvizje, dhe penaltia do një lojtar që t'jeti qetë, t'jetë edhe i shplodh, mos jetë shumë i lodh, i ngarkum. Rej Manaj, deri në ato momente, vrapoj shumë, 45 minuta vrapoj shumë, u përplas shumë, harxhoi shumë energji, dhe nuk ishte i shplodhur, mjaftueshëm për ta marrë përsipër. Ai është tip lojtari shumë egoist, domethënë kërkon gjithmonë më të mirën, është lojtar që nuk ka frikë të marrë inkursione, dhe por edhe e mori penaltin. Por normalisht ishte pak më i përgjegjshëm, nuk do ta kishte kaptonin, sepse ishte i lodh. Pra, në këtë aspekt ti ndajmë gjërat, por zakonisht i gjuhen sulmuesit. Pjesa tjetër që un kam te Rej Manaj është më duket, domethënë nuk ka atë shpejtësinë që ka pas para 5-6 vjetëve, 7 vjetëve. Rej ka qenë më i shpejt. Tani është formuar shumë fizikisht dhe është pak më i avashtë. Dhe ndryshimin e pam me Dakun kur u fut, që pavarësisht se është pak a shumë edhe më i gjatë se Manaj, po dha diçka më shumë, ishte më fleksibël në lojën sulmuese të ekipit tonë. U fut disa herë në 16, e mbrojti më mirë topin. Pra, pam ndryshim në këtë aspekt. Edhe prandaj them që apo edhe futja e Bajramit nuk pëlqeu fare si ato minuta që... Dhe në fakt, rasti i dytë i pastër, duhet thënë, ka qenë i humbur pikërisht nga Bajrami, nga i pasim i bukur në fakt që ka bërë Daku. Pikërisht prisja më shumë nga Bajrami, të themi të drejtën, dhe ato raste që ne na u dhanë, sidomos mbas hyrjes së Dakut në fushë, ishin ca raste shumë të mira, duhet i kishim shfrytzuar shumë më shumë. Bajrami nuk më mbushi fare me lojën e vet. Kemi pa Bajram shumë më të shpejt, shumë më rezultativ, shumë më dëshirë, jo vetëm ai rast, por ishin 2-3 raste të tjera. Pra, edhe zëvendësimet nuk ishin 100%. Uzuni më pëlqeu jashtë mase. Uzuni bëri një lojë fantastike, Daku gjithashtu pa diskutim. Nuk më pëlqeu gjë tjetër, edhe këtë dysha të futja pak edhe te kritika ime që kam për trajnerin, se kur një trajner do ta fitojë ndeshjen patjetër, në momentin që iku Shehu, që doli, pra u detyrua të dilte, që sot ka bërë një ndeshje fantastike. Gjithë skuadrën, Hysaj, Mitaj, pra gjithë skuadrën përgjithësi për Shehu, ka qenë lojtar i ri, edhe pak a shumë i panjohur për ne. Më ka surprizuar sinqerisht me lojën e vet sot. Dhe në momentin që del Shehu nga loja, futet Ramadani, atëherë unë mendoj që ti si trajner po përpiqesh të mbrosh rezultatin 0-0. Se shumë mirë mund të fushë një mesfushor sulmues si Muçi, për shkak edhe kthej Qazim Laçin pak më mbrapa. Pra kisha alternativa sa dush. Kur ti do ta fitosh ndeshjen. Në momentin që ai bë atë ndërhyrje,
nuk më la shihet mirë nga mënyra se edhe Ramadani është djalë fantastik, ka dhënë shpirtin për kombëtarin, për lojtar që ti mund ta fusësh kur je në avantazh, që sepse është lojtar shkatërrues, nuk është ndërtues. Pra në këtë aspekt pash disa lëvizje të Sivlinit apo dhe pjesa tjetër. Kemi marrë mbi 5-6 korne. Dhe ne e dim shumë mirë që kornet me lojtar aq gjatë që ka Serbia nuk ke shans ti udhësh në ajër. Duhet bëhet një variant taktik me kornet ulta. Pra, nuk e provum asnjëherë. Po nuk e di çaj ka parë, ka studiu lojën e kundërshtarit apo fe. Në këtë aspekt zero. Rankli, më lejo të marrë edhe mendimin e Bledarit dhe do rikthem sërish tek ty me një tjetër pyetje. Bledar, nuk e di si e ke parë ti si ka funksionuar skema e trajnerit Silvinjo dhe gjithashtu si ke parë dy rastet e humbura, të paktën ato që ishin më të pastra, humbja e penaltis nga Manaj dhe më pas ai rast në zonë i humbur nga Bajrami. Emilian, për sa përket taktikës ndoshta Raklli mund të flasi më mirë se unë, por unë mund të them këtë që në një ndeshje të tillë, siç është ndeshja me Serbinë apo me skundërshar të fortë, të cilat janë ndeshje direkte për kualifikim botëror, sepse Serbia praktikisht është rivali ynë për vendin e dytë, duke llogaritur Anglinë që është shumë e fortë ndoshta për ne, madje edhe për Serbinë. Atëherë, këto raste fitohen me episodet. Dhe ne dy episodet që i patëm, që ishin rastet më të bukura, më të pastra të ndeshjes, para 11 metrash, dhe rasti i Bajramit, ne i shpërdoruam. Në këtë aspekt, ndoshta ne nuk e patëm qetësinë apo zgjuarsinë e duhur që pikërisht në momentet që duhej bërë të zgjidheshin më mirë situatat. Në rastin e parë unë jam dakord me të që thotë Raklli që Mana ishte shumë i lodhur. Mana edhe në kampionatin turk merr përsipër penaltit, dëgjuan penaltit, por në momente të tilla ndoshta duhet edhe ndërhyjë trajneri dhe ashtu siç e the edhe ti Aslani, këto kohë tek Interi ka treguar gjaktësi të madhe, megjithëse ndoshta nuk ka qenë titullar gjithmonë, por penaltit e fundit, dy penaltit ja ka lënë Aslanit Interi dhe ai ka realizuar që dyja në Serie A, por edhe ajo në një nivel shumë të lartë, një nga 5 ligat më të forta të botës. Dhe pastaj në momentin që ti merr topin dhe ke mundësinë të shënosh golin dhe godet dobët edhe në rast, atëherë ti e shpërdoron mundësinë që ke. Këto ndeshje nuk t'japin kaq shumë raste për të bërë gol. Fund fare nuk ke diferencë me Serbinë, përkundrazi parashikimet edhe po të shikoje koeficientet ishin më mirë në favor të Serbisë. Dhe kjo tregon që skuadra serbe kishte një potencial më të madh se sa para ishte lehtësisht favorit, si potencial flas. Pastaj ndeshja luhet në Tiranë me publikun ton, është futbolli është sport ekipor, nuk është sport individësh dhe Shqipëria tregoi shpirt shumë të madh luftarak. Nuk i mungoj as pak një gjë e tillë dhe moralisht mund të quhet fituese kësaj ndeshje, por praktikisht ne nuk arritëm të merrim 3 pikët. Mos harrojmë çështjen e fatit se në ndeshjet e eliminatorëve të kampionatit evropian ne kemi fituar duke shënuar golat të parë jashtëzakonshëm nga Yasir Hasani që ishin më shumë se skeme trajnerit, ishin aftësi individuale e lojtarit, e papritur atij lojtari që ishte krejtësisht i panjohur për rivalet dhe kur ti shënon golin e parë je në moment të mirë psikologjik. Mendoj që ishte edhe pak frika që mos të humbej kjo ndeshje. Ndoshta nga që është derbi, nga që është ndeshja me Serbinë, u ngarkua shumë atmosfera e gjitha me radhë. Kjo bëri që ndoshta edhe ekipit mos bënte aventurën për të sulmuar më tepër, për të synuar atë që tha Raklli, pra ai futi Ramadanin se mos pësonte në një gol në fund, siç e pësua me Serbinë 2015. Mos harrojmë që Serbia ka një traditë më të madhe futbollit se ne. Ky është fakt. E ka pasur që në kohën e Jugosllavisë, sepse kur ka qenë skuadra jugoslave, dy republikat më të mëdha ishin pikërisht Serbia dhe Kroacia, dhe ata kanë dhënë kontributin më të madh. Pra është një vazhdimësi e gjatë dhe skuadrat të tilla mund ta marrin pikën edhe fitoren edhe kur luajnë dobët, siç luajti. Pra Serbia sot unë po shikoja pak mediat serbe kishin shumë kritika për kombëtarin e tyre. Atëherë, Raklli, kam, le të themi, një pyetje të fundit për ty para se sa të falenderoj, pasi konë këtë mbrëmje e ke disi të kufizuar. Nuk e di si e ke parti si kam funksionuar repartet e ndryshme, pra mbrojtja, mesfusha dhe sulmi. Mos ndoshta mesfusha duhet ishte më solide, më e shkathët për të furnizuar më me shumë topa krahun ku ishte Broja. Jo, unë tani ne gjithmonë kemi pas sukses kur kemi funksionuar si skuadër e gjitha, pra fillojmë nga Mitaj që e ka mbështet gjithmonë mesfushën dhe sulmuesit e Kraut, edhe me Brojën nga Kraut djathtë është mbështet shumë nga Hysaj, por edhe mesfusha e qendrës, pra qendra e mesfushës ne na funksionoi ashtu mirë. Pra ndërlidhja e dy mbrojtësave të Kraut, mesit fushës me dy sulmuesit e Kraut, por mendimin tim sot ishte shumë mirë, kishte kombinacione fantastike që ne shumë rrallë kemi bërë në ndeshje. Unë shumë rrallë kam parë ato kombinacione, kuptoheshin qorrazi, pra mesfushorët tanë bashkë me dy mbrojtësit e Kraut, bashkë me dy sulmuesit e Kraut. Nga kjo anë ne nuk është se çaluam, por
Broja nga krau djath dhe Hoxha nga krau majt duhet ishin më aktiv, sidomos në pavarësisht se broja për shumë dubloj edhe tribloj nga i herë, edhe Hoxhën e dublojshin, për momentin që dublojshin këto duhet ishin lojtarë tjerë të lirë. Pra në këtë aspekt them që dy krah duhet provojshin më shumë lojë 1-1 të fuqin siç provoi pastaj sidomos 20 minutat e pjesës parë, pra 20 minutat e dyta të pjesës parë. Hoxha tentoi më shumë pastaj, edhe broja nga krahu tjetër. Edhe ato na dhanë shumë rezultate, pra krijom raste, krijom presion. Sepse ato po mbrojshin mirë, serbët mbrojshin me forca të shumta, pra një nga mënyrat më të vetme ishte kjo, të çashim nga krahët. Dhe ne këtë e bëm deri diku, mirë, po duhet ta bëshim më shumë. Ky ishte gjithë historia. Po pjesa që e ndërthurjes pra e reparteve, unë them që sot funksionoi mirë. Mirë, Rakli të falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmje në këtë komunikim të drejt për drejt. Kënaqësi, ju uroj natë mirë të dyve. Natë mirë Altin. Atëherë Bled, nuk e dijem, si e ti lojën e brojës, çfarë solli ndryshimi i tij, zvendësimi i tij. Mos ndoshta, le të themi, duhet që broja të furnizojë me më shumë topa, duke parë edhe shpërthimet e ati në krah të djathtë, ku ai ka funksionin më të mirë. Pati rrezikshmëri të lartë broja, apo jo? Shiko, broja ishte në atë pozicion që do ishte larg portës, sepse pra ishte në rolin e lojtarit kraut, pak a shumë vend të Hasanit. Në atë pozicion ka luajtur Hasani ndeshjet e kaluara, kësaj radhe ndoshta Silvinho ka dashur të krijojë një befasi, ndoshta ka dashur të ketë centimetra, shpejtësinë e brojës. Duhet thënë që në krahun tjetër të majtin, Shqipëria kishte më shumë mundësi për të luajtur, sepse Aslani dilte disa herë ande, ishte Mita, ishte Hoxha në pjesën e parë që shpenzoi shumë energji derisa u lodh. Në krahun tjetër ishte Hysaj, ndoshta mosha e Hysajt dhe pozicioni i tij ishin sulmuesit kryesorë. Megjithatë duhet thënë që Hysaj mbrëmjen e sotme shkëlqeu. Hysaj luajti në mënyrë të jashtëzakonshme shumë mirë, por mosha bën vetën dhe ndoshta ai ka pasur në radh parë pozicionin për të mos rrezikuar portën, aq më tepër Mita i ashtu e tregoi vetë. Serbia sulmoi shumë në krahun e Hysajt. Po të shikosh në pjesën e parë, momentet kryesore ata i fituan pikërisht në atë krah. Pastaj kur luan përballë një skuadre siç është Serbia, e cila ka potencial në krahasim me Shqipërinë, gjithmonë flasim. Dukej sikur nuk është e lehtë qoftë për brojë, qoftë për tjerë. Sikur sot publiku apo gjithë tifozët shqiptar kishin një pritshmëri të lartë për brojë. Pritshmëria ishte e lartë për të gjithë lojtarët që ishin fush, por duhet të kemi parasysh që broja ka një periudhë gjatë pa luajtur. Dhe kjo normalisht i prish punën në aspektin fizik edhe në aspektin që ti ingranohet në lojë. Mendoj se kjo pengon edhe për shokët e tjerë të skuadrës që shumë herë kanë luajtur pa brojën. Madje në një moment kur ndodhi zvendësimi u pa broja që sikur nuk e pëlqeu. Çdo trajner, pra Silvinho do ta pyesit, ose do kaq e kanë pyetur Emilian për brojën, është e sigurt që do e kenë pyetur, edhe ai do ketë thënë kështu. Kjo është normale për një lojtar, aq më tepër për një sulmues dhe me potencialin që ka broja, me emrin që ka broja. Dhe ai trajneri do thotë unë jam shumë i kënaqur që lojtari ka kaq shumë karakter dhe egoizëm sa që ai dëshiron të luajë. Po normalisht për të luajtur në fushë do luajnë aq minuta sepse çështja është që ai duke qenë që ai nuk ka luajtur. Emilian ai edhe mund dëmtohet. Një minutazh më i gjatë, po asnjë lojtar nuk e pranon stolin. Pra trajneri i Serbisë para se të vinte në Tiranë, pati një konferencë shumë të ashpër për shtypin në Beograd dhe ai tha që vetëm lojtarët të lumtur në futboll janë ata që janë fushë. Jo vetëm ata që nuk thirren, por ata që janë në stol nuk janë të lumtur. Tash kështu shkon futbolli. Tani Bled kam edhe një pyetje të fundit për ty. Nuk e di ky rezultat, pra barazimi 0-0 na favorizon për stadin tjetër? Emilian, e parë thjesht në mënyrë matematikore, ne themi që ky barazim është më i mirë për Serbinë se sa për neve. Sepse Serbia luajti në fushë kundërshtare. Dhe trajneri Stojkovic kishte thënë në ndeshjes që kjo pikë është më e ëmbël për ne, se sa për Shqipërinë. Megjithatë, ne duhet ta dimë dhe besoj se trajneri dhe lojtarët e dinë shumë mirë që eliminatorët nuk janë një ndeshje apo dy ndeshje, pra nuk do luash direkt me Serbinë. Ti ke ndeshje tjera për të luajtur. Me lojën që është zhvilluar sot, me gjithë presionin shumë të madh që ishte, sepse duhet thënë që presioni ishte shumë i madh për publikun që ishte dhe lojtarët tanë kanë ndjerë shumë. Serbia kishte presionin sepse nga ata pritej më shumë që të merrnin fitoren, pra opinioni pritej që Serbia të kalonte, pra edhe vlerësimet ndoshta edhe për disa media që janë më tabloide, skuadër mesatare, Shqipëria e tjera, okay, skuadër mesatare, por që barazoi me Kroacinë në kampionatin evropian. Çfarë shpresë kemi ne për shpresa është në çdo ndeshje të luajmë për fitore, të përpiqemi edhe në Beograd të marrim të luajmë po kaq mirë se sot me personalitetet mund të marrim pikë dhe të fitojmë ndeshjet e tjera, pastaj ajo me Anglinë është diçka tjetër. Nëse do dalim të marrim një pikë me Anglinë do ishte e shkëlqyer. Pra,
shanset janë të gjitha, ndoshta diçka më pak sot, po unë mendoj se skuadra jonë sot tregoi që mund të matet mirë me Serbinë, ka qenë një lloj frike. Opinioni me çfarë kemi fol, gjithë kanë pas atë frikën që do mundemi, sepse gjithmonë kemi atë sensin e inferioritetit. Edhe herën e fundit në Elbasan u mundëm 2-0. Kësaj radhe ishim më afër ne fitores se Serbia. Për mua ky është hap përpara. Të shohim ky brez mund të vazhdojë të përmirësohet, dhe në rast se do kemi fat që lojtarët mos jenë dëmtuar, atëherë ne kemi mundësinë këtë grup që të shkojmë të paktën në vendin e dytë për të luajtur në play-offin e botrorit, Emilian. Faleminderit Blet Kuka që ishe këtë mbrëmje në ora e fundit. Sali Berisha u kthye nga Brukseli pas një misioni të dështuar me gjithë përpjekjet për të baltosur Shqipërinë në sytë e ndërkombëtarëve. Doktori e tha qartë para gazetarëve se është kundër anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian, i cili sipas tij nuk ka përmbushur asnjë kriter. Këto gjetje duket se ishe vetëm Berisha, ndërsa zyrtarët e Bashkimit Evropian vlerësojnë hapat e bërë nga Shqipëria. Me entuziazëm Berisha u kthye nga Brukseli, e njoftoi se kishte lajme të mëdha, e nisi me përmbushje në një misioni të rëndësishëm. Vizita e kryetarit Partisë Demokratike në Bruksel krijoi lajme editoriale, artikuj e kryeartikuj, 34% më shumë në Shqipëri është fjala, se sa samiti i Bashkimit Politik Evropian. Akuzave të mazhorancës socialiste se kërkoi bllokim të negociatave, Berisha ju kundërpërgjigj. Ai tha se është pro integrimit, por jo tani, ndoshta pak më vonë. Pra, qëndrimi është ky, një herë dhe 1000 herë. Shqipëria, ne mbështesim integrim në Shqipërisë Bashkimin Evropian. Por Shqipëria, përveç kriterit gjeostrategjik, i cili është një kriter i rëndësishëm, nuk përmbush asnjë kriter tjetër. Por doktori është i vetmi që ende beson se në Bruksel ranë zgjedhjet e 11 majit. Në tempullin e demokracisë u mbrojtën interesat jetike të shqiptarëve, vota e lirë e tyre, dhe u bë pretenca ndaj Edi Ramës, farsës elektorale, mandateve kalp, se kur kjo farsë nuk do përligjet, kur kjo farsë nuk do të njihet. Megjithatë, Berisha nuk ndihet as pak i turpëruar kur nxin Shqipërinë në Bruksel. Ai krenohet se kur flet ai, të tjerë nxien nga turpi. Të gjitha këto firmë lidhen tek një njeri, tek Edi Rama, i cili kuptoi dhe nisi me urgjencë 2 përfaqësues të tij, dolën nga ajo mbledhje me kput, me fytyrë të nxirr, më të nxirr se kputët e tyre. Pastori që kumbaj, kurse Etieni ishte sfazuar fare. A mundet kushta konkuroj doktorin në këtë fush? Mission impossible. Po aq e pamundur, sa për te oqeanit e ka vështirë këtë zgjedh tani, Trump apo Musk. Nuk i lejoj vetës kur të nërhy në një debat të brendshëm të një vendi tjetër. Asnjëherë. Kurse sot e ka të qartë që do të mbështesë, me një urim, siç e kupton vetëm ai, futbollin. I uroj nga zemra sukses dhe fitore kombëtarës sonë. Do ta ndjek, uroj që ata që me shpirt e zemër janë me Vučićin të mos dalin atë, mos shkojnë atë ndeshje. Mirë, do flasim për të tjera zhvillime. Stërvitja e NATO-s Defender 2025 që po zhvillohet në Shqipëri, ushtri në bizë të Martaneshit me një operacion nga forcat ajrore dhe ato të Këmsorisë. Stërvitja ka për qëllim të testoj kapacitetet dhe aftësitë e forcave të armatosura. Defender 2025 ka angazhuar 1200 trupa të Këmsorisë të ushtrisë shqiptare, 30 nga forcat e sigurisë Kosovës dhe 120 trupa amerikane. ABC News ndoqi nga afër stërvitjen e sotme.
Prej datës 27 maj në Shqipëri zhvillohet stërvitja më e madhe ushtarake dhe komplekse, Defender Europe 2025. Për të ndjekur nga afër një ditë operacioneve stërvitore në bizë të Martaneshit, nisemi nga baza ajrore e Farkës. 2 helikopterët Black Hawk dhe Cougar janë pjesë e aksioneve që do të zhvillohen. Udhëtimi për në bizë zgjat pak minuta, ndërsa të shoqëron pamja piktoreske natyrës. Sa po mbërrim, trupat e forcave të armatosura janë gati për të nisur operacionet. Janë një sër skenarë stërvitor që janë parashikuar këtu në bazën e bizës, nësa i pari nis me një operacion mësymës, ku një skuadrë zbulimi patrulluese në zonë ka rënë në kontakt me armikun. Në këtë operacion marrin pjesë Këmbësoria dhe forca ajrore me 2 helikopterët Black Hawk dhe Cougar. Zona kthehet shumë shpejt në një fushë betejë luftimi. Forcat e armatosura vazhdojnë shkëmbimin e zjarrit me armikun. Në mbështetje të tyre për të vënë situatën në kontroll vijnë helikopterët. I pari sjell trupat e njësisë speciale për ndërhyrje. Sipas skenarit, situata agravon, gjatë luftimit ka të plagosur. Për të marrë këta të fundit afrohet helikopteri Black Hawk. Kolonel Genti Bardi shpjegon qëllimin e këtij aksioni që u zhvillua. E para, ne testojmë kapacitetet tona dhe e dyta stërvisim njerëzit tanë. Dhe ky është një demonstrim i gjithë stërvitjes. Në përfundim stërvitjes për t'ju dhënë një ide të asaj çfarë zhvillohet në gjatë stërvitjes Defender Europe 2025. Pas këtij operacioni me shkëmbim zjarri është radha e një tjetër skenari, qitje me mortaja. Këtë herë demonstrojnë krah njëra tjetrës forcat e armatosura të Shqipërisë me forcat e sigurisë të Kosovës. Nis hedhja e predhave thërmuese. Qëllimi është të kapet objektivi që ndodhe në kodrën përballë, në një distancë për 2100 metër. Kena bërë një qitje direkte dhe qitje indirekte me mortaja. Qitja indirekte u zhvillu me 28 predha. Ka qenë një bashkëpunim i mirë, është hera e parë që na të bëjë këtë zhvillim. Në kuadër të aksioneve Defender në Shqipëri janë të angazhuar 1200 trupa këmbësorie të forcave tona të armatosura dhe 30 nga forcat e sigurisë të Kosovës. Stërvitjet janë zhvilluar në krah të 120 trupave amerikan, por cili është roli këtyre të fundit? Në bizë ata janë pjesë e grup batalionit duke ofruar kontributin me një kompani gjenjere dhe kontributin me kapacitetet e mbrojtjes nga armët e dëmtimit në masë. Ata janë këtu për të stërvitur së bashku, për të arritur ndërveprueshmërinë, me qëllim që të jemi gati në rast se situata, mbrojtja kolektive, aleanca, situata në rajonin tonë do ta kërkojë, ne të jemi të përgatitur për të ndërvepruar dhe për të operuar për të luftuar së bashku. Për forcat e armatosura të Shqipërisë, operacionet kanë qenë të suksesshme. Neve jemi shumë të kënaqur jo vetëm me demonstrimet sot, por në përgjithësi me gjithë thesurinë e stërvitjes, pasi arritëm të përmbushim, siç e thash, synimet dhe qëllimet e stërvitjes, duke filluar me dislokimin e shpejtë, ndërveprueshmëria midis forcave është të rritur. Kanë përfunduar të gjitha operacionet stërvitore të parashikuara gjatë kësaj dite në bazën e bizës në Martanesh, ndërkohë që pasi ndoqëm ato të gjitha nga afër, është momenti të largohemi për në Tiranë dhe transporti ynë bëhet me një nga helikopterët e forcës ajrore të Shqipërisë. Trupat e forcave të armatosura të Shqipërisë, Kosovës dhe ato amerikane do të qëndrojnë në bizë deri në datën 9 qershor, kur përmbyllet edhe etapa Defender në Shqipëri, ajo reagimit të menjëhershëm. Stërvitja shumëkombëshe zhvillohet në Shqipëri për herë të tretë, pas asaj të vitit 2021 dhe 2023. Maqedonia e Veriut mund të hap konsullat në qytetin e Korçës. Ministri shqiptar për punën dhe çështjet sociale në qeverinë e Shkupit e dha këtë lajm nga Korça, ku ishte për çeljen e sezonit turistik. Ai tha se konsullata e Maqedonisë Veriut do t'u shërbejë sidomos turistëve dhe biznesmenëve. Lëvizja e motorëve të ujit në Bregdetin e Shëngjinit do të lejohet vetëm në korridore të caktuara, ndërsa pushuesit janë shtuar ndjeshëm në Lezhë me rritjen e temperaturave këtë javë. Bashkia dhe policia kufitare porisin masat e sigurisë në plazhe. Libri të banë të lirë është ky slogani i panajirit të librit që është organizuar nga Famullia Katolike e Shkodrës, i cili synon të afrojë besimtarët me librin. Në këtë panajir që zgjat 3 ditë, marrin pjesë rreth 20 shtëpi botuese.
Ndërsa nga studimet për regjizur të punimi i drurit, ky ishte edhe rrugëtimi i 65 vjeçarit që prej 30 vitesh ushtron mjeshtërinë e përpunimit të drurit në vepra artistike, dëshirën e vërtet për të marrë me këtë art. Meçan Toska e zbuloi vonë, por prej vitit 1997 nuk ishte ndar asnjë ditë. Gazetarja jon Gerta Vasku bisedoi me artistin. Mirë, këtu kemi ardhur dhe në fund të kësaj hapësire informative. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.